Mirë ditë të gjithëve, dëgjojeni pak të histori përpara se të fillojmë punën. Një ajdut shkon që të vjedh një motor të vogël. Dhe pronari i motorit e kishte lënë motorin përpara shtëpisë, pra përpara pallatit. Dhe ka ndodhur këtu në një fshat të Italisë në Luka. Dhe ky hajduti shkon që ta vjedh motorin, mirë po motori kishte ishte pa siguracion. S'kishte siguracion dhe ishte pak i shtrembët, sepse kishte disa probleme motori, kishte rënë një herë, dhe pronari e kishte lënë aty, po e kishte lënë se ndoshta se do ta rregulloj. Dhe nuk ishte hipur më në të pronari. Por dëgjojeni, dhe në fund ky hajduti shkon merr mundi që ta zbërthente motorin, e mori dhe hipi në të. Mirë po, dikush e pa, lajmëroi karabinierët dhe filluan që të ndiqnin, jo ta ndiqnin vrap pas tij, por që kërkuan edhe makinave të tjera që të mund të gjenin këtë motor që po ecte ky zotëria nga vendi. Dhe treguan disa vende ku mund të gjendej. Ndërkohë që ky e kuptoi që po e kërkonin, ikte vrap me motor, pra me shpejtësi. Dhe në një kthes bie, rrëzohet keq. Vret kraun, po e vret kaq keq sepse e thyu, e coptoi kraun dhe shkon në spital, në urgjencë. E marrin, e fusin në spital, shikojnë që e ka shumë keq kraun. Dhe si përfundim shkojnë pyesin një profesionist. I thon, me fjalë një nga këta kirurgët, i thon shiko se kraun e ka shumë keq, si mendon ti? Kur shkuan dhe pan kraun nuk bëhet më. Nuk bëhet sepse ishin thyer të gjitha kockat. Dhe ç'bën këta? I thanë që duhet që ta presim kraun. Ulërimat e këtij, pra të hajdutit, keni parasysh ju, dhe në fund fare hajduti u acarrua. U acarrua kaq keq sa që se keni den. Po pse u acarrua? U acarrua me pronarin e motorit, që pse ai e kishte lënë motorin pa siguracion, që ta mbulonte siguracioni atë sepse ai vrau kraun. O Zoti i madh, çfarë nuk punojnë njerëzit për të bërë para. Disa thonë që ky e kishte vrarë kraun, pra e kishte thyer, e dinte shumë mirë që nuk mundej ta rregullonte dot dhe kërkonte një siguracion, sepse s'kishte mënyrë tjetër dhe siguracioni duhej që ta mbulonte. Por ç'është e vërteta, atë e pan që ai e mori motorin dhe ishte në rregull, s'kishte ndonjë krah të thyer, dhe që iku me shpejtësi me motor. Tani, çfarë ndodh? Kërkon para nga pronari i motorit, sepse i është thyer krau. Ai ku do t'i marri parat ai tani? Ai ky hajduti që vodi motorin, ku do t'i marri parat? Kështu që normal që nëse nuk i merr nga siguracioni, do t'i marr nga pronari, apo jo? Dhe kështu që hodhi në gjyq pronarin. Mirë po, shkuan, nuk ka pak që kanë shkuar në gjyq, dhe gjyqtari vendosi diçka që mbetën të gjithë pa fjalë, sepse ju e dini që në Itali kohët e fundit këto marrëzira ndodhin shpesh. Ndodhin shpesh sepse nuk e di pse, po i lënë të lirë këta hajdutët dhe të huajt, nuk e di pse. Dhe kur dha, sepse ky hajduti kërkonte 428.000 euro. Rreth gjysmë milion euro për kraun. Pse ky kërkonte 400.000 euro për kraun, që është maksimumi kur bën një aksident, që është e vërteta. Mirë po, ato 28.000 të tjera ishin për shpenzimet e çështjes, të avokatëve, të ditëve që ishin aty dhe të njerëzve që kanë ndihmuar për të bërë gjyqin. Pra 28.000 ai do ja jepte këtyre dhe 400.000 do i mbante për vete. Mirë po, ndodhi krejt e kundërta. Gjyqtari jo vetëm që i dha fajin, që ai vodhi një motor, dhe i tha
edhe sikur motorit ishte në garanci, ti nuk do t'i merri ato para. Dhe tjetra, i tha që të pagoj shpenzimet e gjyqit. Dhe të gjitha shpenzimet e gjyqit me avokatët kundra dhe avokatët e tij janë pikërisht 28.000 euro. Tani, më thoni ju se si mund të ndodh një gjë e tillë, me fjalë sepse ka ndodhur thash edhe të tjera që çfarë bëjnë? Këta janë i lënë të lirë dhe janë mësuar të huajt dhe bëjnë këto dallavere. Pra nuk mendojnë që të punojnë, po bëjnë dallavere. Dhe doja t'ju pyesja ju çfarë mendimi keni për një rast të tillë? A keni njohur hajdut që shkojnë të vjedhin dhe pastaj kërkojnë si thuhet, risarcimento, që të marrin diçka nga ajo gjë që ka ndodhur? Është për të ardhur keq, sepse ka edhe shumë të tjerë, që shkojnë në shtëpinë e tjetrit, vjedhin në shtëpinë e tjetrit, dhe kur ky pronari i shtëpisë e qëllon, ose e vret, ose plagos ose e vret, çfarë bëjnë familjarët? Familjarët thonë pastaj, tani do vrasim edhe ne, tani do plagosim edhe ne. Është turp i madh. Unë mendoj që është turp i madh, po do doja një mendimin tuaj. Nëse vjen dikush dhe vjedh tek shtëpia juaj, çfarë do bëni ju? Pra, pse këta njerëz vazhdojnë ende sot që të vjedhin dhe pastaj të kërkojnë para nga vendi ku vjedhin? Pse? Për çfarë arsye? Është për të ardhur keq, e përsëris edhe një herë, por nëse do t'u vjedhin atyre në shtëpi, nëse ndodh në Shqipëri një gjë e tillë, për shembull, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, apo ku ta di unë, apo edhe vende të tjera, në Marok, në kudo, apo në Siri. Nëse shkon dhe vjedh dikush tek shtëpia e tyre, çfarë ndodh? Këta hajdutët, vetë hajdutët, çfarë do bënin nëse do shkonte dikush dhe do vidhte në shtëpinë e tyre? Hajduti çfarë do bënte? Pra, nëse jepni përgjigjen kësaj pyetje, atëherë do kuptojmë se çfarë do të bëj, duhet të bëj një hajdut që të ndërgjegjësohet dhe të ketë një reflektim të situatës që nuk duhet të vjedhësh tjetrin. Dhe pastaj, shiko, ka njerëz të ndryshëm në këtë botë. Ka një pafundësi të mendjeve atje jashtë që se keni iden. Sepse pjesa dërmuese e njerëzve janë dru me pre. Sepse jetojnë në një kontekst dhe nuk kanë dëshirë që të ndryshojnë, sepse problemi nuk është ku jetojnë, problemi është që nuk kanë dëshirë të ndryshojnë. Ky është problemi. Pra, njeriu po të ketë dëshirë të ndryshojë, ndryshon. Dhe në qoftë se gjendet për shembull në një vend si Italia, unë them që është mirë që njeriu jo vetëm të ndërgjegjësohet, por të mund të ketë një kontroll të jetës së tij sa më të rrept, sepse jeta e njeriut është e shkurtër. Dhe nëse humbet kohën me budallëqe, ajo të fith në vetvete, qoftë për të mirë apo qoftë për të keq, por budallëqet janë më të shpejta, sepse kur bën budallëqe të tërheqin më shumë. Dhe sa më shumë tërheqin dhe janë më të shpejta. Dhe si përfundim rrëzohesh. Rrëzohesh dhe nuk ngrihesh dot më. Është vështirë sepse jeta është e shkurtër. Kur do ngrihesh më? Të duhet shumë kohë. Kështu që e tjetra pastaj që është akoma më e rëndësishme. Shumë njerëz mendojnë që ja hodha tjetrit, ja hodha njërit, sepse një pjesë e njerëzve ngrihen në mëngjes vetëm se si t'ja hedhin tjerëve. Nuk ngrihen në mëngjes që të mendojnë se si do të gjej një mënyrë për të punuar që të nxjerr ditën e punës. Jo, por mendojnë se si t'ja hedhi tjetrit, ose takon një, e takova unë tani ky padyshim do më ndihmoj. Me një fjalë, nuk mendon që të eci me këmbët e veta, por gjithmonë
me këmbët e tjerëve ose ti pres këmbët e tjerëve. Ndaj doja që ta diskutoja me ju, çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Me një fjalë, si është e mundur që një ajdut të shkojë të vjedhë një motor dhe pastaj arrivo. Aspet. Si është e mundur që të shkojë një ajdut të vjedhë një motor, të vritet dhe pastaj të kërkojë të ardhua financiare sepse u vra. Është turp. Unë sinqerisht po them se ka ndodhur me mira erë, kanë qenë gjyqtar tjerë që u kanë dhënë të drejtë këtyre, por shqyr zotit që kohët e fundit po ndryshojnë gjërat, që njeriu ta kuptoj, sepse njeriu nuk e kupton, është vështirë që ta kuptoj. Njeriu ambientohet me çdo informacion, i lig apo i mirë qoftë, ambientohet. Dhe ky është problemi i madh, që kur i ambienton njerëzit që mësojnë me të njëjtin gjë, e bëjnë edhe të tjerët. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj çfarë mendimi keni, se erdhën dhe çunat dhe ju uroj një ditë të mbar, punë të lehtë sot dhe telefonata pafund, edhe që në mëngjes. Ky është nga puna. Djema, ju përshëndes të gjithë dhe pres një komentin tuaj se çfarë mendimi keni dhe shpresoj që mos kemi shok hajduta. Se tani drejqemori të vrasin pak mendjen, sot bëhen para. Në qoftë se vret mendjen, bëhen para. Me fjalë për të jetuar, jo për të po flas para e madhe. Ndoshta edhe para e madhe, ka disa që për shembull në Shqipëri kemi miliarderin e parë. Kështu që mjafton të vrisni pak mendjen. Hajde, ditë mbar.